Kryeqyteti në kaos. Përballja me polici. Pa përfundu protesta, asnjë nuk livri. Asnjë nuk livri. Qytetarët e komunës së Prishtinës as sot nuk do të kenë transport publik, që nga hëna ata janë detyruar që të bëjnë zgjidhje alternative në mungesë të transportit publik, por për dallim nga dje, sot punëtorët kanë gjetur një mënyrë tjetër të shprehjes së pakënaqësisë. Ata kanë bllokuar me autobus të linjave para komunës së Prishtinës, ku punëtorët do qarkullojnë edhe në përqendër të kryeqytetit. Për pasojë, kolona të gjata janë krijuar në kryeqytet e qytetarët janë përballur me pritje të gjata, ndërkohë nga qeveria në detyrë dhe zyrtarët komunal kanë vazhduar akuzat ndaj njëri tjetrit për situatën e komplikuar në komunë. E për këtë çështje dje foli edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Osmani tha se ka kërkuar nga partitë politike të mblidhen dhe të votojnë, duke theksuar se kjo çështje ka qenë si pikë veçantë në rendite. Po ashtu u paralajmërua që edhe nesër do vazhdoj protesta, por për një periudhë më të gjatë. Ja që protesta ka me konë, në qëtë rrugë ka me konë e blokuar 2 deri në 3 orë. Ina koordinu. Lidhur me bllokimin e buxhetit, kryetari i Prishtinës Përparim Rama bashkë me punëtorët e trafikut urban protestuan para qeverisë. Fillimisht protesta nisi nga punëtorët e trafikut urban para komunës, ku më pas u bashkua edhe i pari i Prishtinës.